Përshëndetje të dashur shikues. Sot do të flasim për episodet më të reja të serialit Një dashuri. Në episodin e parë, skenari zhvillohet me shumë kthesa dramatike dhe konfortime brenda familjes Unal dhe personazheve rreth. Familja Unal përballet me një goditje të papritur, kur vajza që Salkim kishte zgjedhur si nuse për të birin, përballet me zhgënjim emocional duke kërkuar hakmarrje. Megjithatë, kjo situatë kalon pa pasoja të rënda. Abdullah ndihet thellësisht mirënjohës ndaj Hayat, sepse ajo i ka ndihmuar familjes në një moment shumë delikat, duke shmangur një skandal që mund të dëmtonte reputacionin e Unalve. Ai organizon një takim privat me të për ta falenderuar personalisht, i ofron mbështetje financiare profesionale si shenjë vlerësimi. E trajton me respekt të veçantë, gjë që bie menjëherë në sy. Disa e shohin këtë si një mirënjohje të sinqertë, të tjerë fillojnë të dyshojnë se po krijohet një afrim emocional më i thellë. Brenda familjes lind një heshtje e sikletshme, sidomos për shkak të mënyrës se si Abdullah e vendos Hayatin në një pozitë të privilegjuar. Këvëllçan fillon të kalojë më shumë kohë me Tunkain, babain e Bashakut. Fillimisht takimet janë formale, por bisedat e tyre bëhen më personale. Ata zbulojnë se ndajnë të njëjtat pikpamje për jetën dhe familjen. Ka një kimi të qartë intelektuale mes tyre. Omeri përpiqet të duket i qetë, por fillon të bëj pyetje të shpeshta. Bëhet ironik në disa dialoge, ndjen pasiguri sidomos sepse marrëdhënia e tij me këvëllçem ka kaluar shumë prova. Kjo nuk është thjesht një xhelozi romantike, është frikë për ta humbur sërish. Ilhami dhe Nursema fillojnë të kalojnë më shumë kohë bashkë, fillimisht për shkak të një situate praktike, por Ilhami e mbështet Nurseman emocionalisht, ai e mbron publikisht kur dikush e kritikon, Nursema ndihet e kuptuar dhe e vlerësuar prej tij. Asil, e sheh këtë si një kërcënim personal, fillon të sillet me autoritet, merr një vendim të nxituar për Elifin për të forcuar pozicionin e tij dhe për të mos e humbur kontrollin. Vendimi i tij lidhet me përshpejtimin e planeve për martesë ose një deklaratë publike për të imponuar autoritet. Ky moment tregon qartë një gjë. Asil nuk vepron nga dashuria, por nga egoja dhe frika e humbjes së kontrollit. E vërteta për shtatzanin e Bades. Bade prej disa episodesh pretendon se është shtatzan. Kjo histori ka pasur një ndikim të madh emocional, sidomos mbi Omerin, sepse krijon një ndjesinë e përgjegjësisë dhe e lidhat me të. Bashak fillon të dyshojë seriozisht. Si e kupton Bashak të vërtetën? Mos përputhje në dokumente. Ajo vëren që raportet mjekësore të Bades nuk janë të qarta. Ka data që nuk përputhen dhe një analizë që duket e manipuluar. Sjelljet e çuditshme të Bades. Bades shman kontrollet mjekësore në prani të tjerëve. Nuk pranon të shkojë tek i njëjti mjek 2 herë, jep përgjigje kontradiktore për javët e shtatzanisë. Bashak arrin të kontaktoj klinikën dhe zbulon se dokumenti nuk është autentik. Këtu ajo bindet 100%. Por këtë lajm, Bashak nuk e mban për vete, ajo përballet me Fatin. Fati fillimisht nuk e beson, ai mendon se është një keq kuptim ose një sulm personal ndaj Bades, por kur sheh provat tronditet. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese për Omerin, sepse nëse shtatzania është gënjeshtër, atëherë Bade ka manipuluar emocionalisht. Reputacioni i familjes rrezikohet, besimi i Omerit në marrëdhënie tronditet thellë. Seftab dhe Abidin nuk mund të jenë dot bashkë, por as të ndahen, duke krijuar një tension emocional të qartë ndërmjet tyre. Dhe skena e fundit të këtij episodi të parë është kur mbrëmja nis me një ceremoni tradicionale. Familja e Asudes dhe Asil shkon për të kërkuar dorën e Elifit. Fjalët tradicionale thuhen: me urdhrin e Zotit dhe fjalët e profetit, kërkojmë vajzën tuaj për djalin ton. Të gjithë presin që Elif të ul kokën dhe të jap miratimin, por ndodh e kundërta. Kur i kërkohet mendimi, Elif ngre kokën dhe thot: të rinjt janë parë dhe janë pëlqyer, por unë nuk jam mes atyre të rinjve. Po më përdorin për të mbuluar diçka. Sot ju dëgjova duke folur. Të gjithë shtangen. Pastaj ajo bën deklaratën që i trondit të gjithë.
Ajo thot se Asil është bashkë me Nurseman, se kjo martesë po organizohet për të fshehur marrëdhënien e tyre. Nga kjo deklarat, Nurseman mbetet e ngrirë, Asil përpiqet ta mohojë menjëherë, Asude e konsideron akuzën si turp dhe sulm ndaj familjes. Familjarët fillojnë të pyesin çfarë dhe si është e mundur. Atmosfera nga ceremonia festive kthehet në një kaos total. Ndërsa Nursema përpiqet ta mohojë dhe ta akuzojë Elifin se po shpif, por Elif nuk dorëzohet. Ajo përgjigjet me ironi dhe guxim. Mendove se kjo histori nuk do të dilte. Ky moment des një përplasje fizike, Nursema e gjuan Elifin me shuplak, një veprim që shokon të gjithë dhomën. Salkim ndërhyn menjëherë, duke e kërcënuar Nurseman se nëse e përsërit këtë veprim, do të ketë pasoja serioze. Pas zbulimit tron ditës se nuk ishte vërtet shtatzan, të gjithë presin që Bade të tërhiqet, por ndodhe kundërta. Ajo kupton se po humbet kontrollin mbi Omerin dhe vendos të luaj kartën e fundit. Omer më në fund vendos të flas hapur. Ai thot se martesa e tyre ka mbaruar, nuk ka më besim dhe nuk ka më kthim pas. Ai është i ftohtë, i vendosur dhe i prerë, por Bade nuk pranon të humbas. Bade aktivizon një strategji të re emocionale. Ajo fillon të paraqitet si e lënduar dhe e braktisur, luan me ndjenjen e fajit të Omerit. Kërkon që bisedat të ndodhen në vende ku ka dëshmitar, që situata të duket sikur Omer po e braktis pa arsye. Ajo përpiqet ta kap Omerin në një moment intim ose privat, në mënyrë që ta përdor më pas si mjet presioni. Qëllimi i saj është i qartë, ta bëjë Omerin të ndihet fajtor. Ta detyrojë atë të hezitojë për ndarjen dhe të rifitoj kontrollin. Pas akuzave dhe grindjeve, Nursema kërkon ndihmë nga Ilhami për të zgjidhur konfliktet e brendshme dhe për të shpëtuar reputacionin e vet. Ky bashkëpunim hap derën edhe për një afrim emocional midis tyre, gjë që vjen në provë ndjenjat dhe besimin e tyre. Një skenë tjetër në serial është edhe një mbrëmje ku është organizuar si një event prestigjos për prezantimin e platformës së re që Asil po përgatit. Salla është elegante, të ftuar janë figura të rëndësishme. Familja Unal është e pranishme për ta mbështetur. Nga jashtë duket si një sukses profesional, por nën sipërfaqe tensioni po zjen. Asil del në skenë me vetbesim, flet për vizionin e tij, për platformën dhe projektin e ri, për të ardhmen dhe suksesin. Ku gjatë festës, Fati dhe Bashak fillojnë të debatojnë midis njëri tjetrin, ku Fati bëhet xhelos për njërin nga të ftuarit, duke shtuar kështu dramën në ngjarje. Dhe pika kryesore, siç do ta vëmë re në serit në vazhdim të serialit, personazhi Fatit Unal është zëvendësuar me një aktor tjetër, kjo për shkak të skandaleve të fundit që dolën në lidhje me përdorimin e lëndëve narkotike të aktorit.